Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për një ditë? Kjo mask do ju lër pa fjalë. Maska më e thjeshtë për rrudhat e fytyrës ka një përbërës të jashtëzakonshëm. Recetat e maskave të fytyrës janë vërtet të pafundme, por një përbërës shumë popullor dhe njëkohësisht i gjithanshëm dhe i mirë për lëkurën është pikërisht mjalti. Nëse do ta hidratosh, ta pastrosh apo ta bësh fytyrën tuaj të shkëlqej, thjesht eksperimento duke përzier disa përbërës. E vërteta është që keni nevojë për vetëm 2 lugë mjalt. Disa kombinime me mjalt janë të shpejta dhe të lehta, si ky me mjalt dhe me vaj kokosi. Kjo është e gjitha çfarë ju nevojitet. Thjesht përzijeni të 2 përbërësit dhe kaq që duhet për ta hidratuar lëkurën. Nëse dëshironi që të pastroni poret, mund të provoni mjalt dhe limon. Nëse doni që fytyra juaj të shkëlqej, provoni mjalt dhe kos. Një tjetër mask me mjalt që nuk duhet ta anashkaloni është mjalt, kanellë dhe sot buke. Veçanërisht nëse keni një fytyrë plot me probleme. Ndërkohë, me kalimin e viteve, rrudhat të cilat shfaqen në fytyrë janë një problem i vërtet për shumë njerëz, por për luftimin dhe parandalimin e tyre ju vjen në ndihmë një mask natyrale e cila përgatitet shumë thjesht, pasi ka nevojë vetëm për mjalt, vezë, kos dhe vaj ulliri. Në një enë, hidhni një lugë mjalt, një të verdhë vezë, 2 lugë kos dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzijeni që të gjithë këta përbërës derisa të përftohet një maskë kremoze. Këtë maskë aplikojeni në fytyrë të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni të veprojë për 30 minuta dhe më tej. Shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përdoreni 2 herë në javë një maskë të tillë dhe do të shikoni që rezultati do të jetë me të vërtetë mbresëlënës. Ndërkohë, sipas ekspertëve, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale, dhe në këtë video ju do të mësoni për disa prej recetave më të mira natyrale kundër rrudhave. Si fillim, po ju prezantoj me maskën e vajit të arrës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vaj në lëkurë për gjatë gjithë natës. Kjo kur duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe njëkohësisht e ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të përzjeni 1 lugë gjelle me uthull molle dhe 1 lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë, mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Avokado.
Tulin e avokados mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokados zbutë rrudha dhe jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzieni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për plot gjysmore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe bashkëpunon shumë mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit që zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojini lëkurën me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojini si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq të gjitha qelizat e vdekura dhe njëkohësisht përmirëson edhe qarkullimin e gjakut. Ndërkohë, mund të përdorni edhe maskën me limon kundër rrudhave. Për këtë ju duhet një limon dhe 2 deri në 3 lugë gjelle mjalt. Shtrydheni limonin dhe lëngun më pas, përzieni së bashku me mjaltin. Nëse keni një lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni dhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë dhe lëreni të qëndrojë derisa të thajë dhe më pas pastrojeni fytyrën me ujë. Aplikojeni këtë maskë të paktën një herë në javë dhe do të keni pamje më të freskët dhe më pak rrudha. Lëkura juaj do të jetë më e shëndetshme fal vitaminës edhe C. Ndërkohë, ajo do të jetë më elastike dhe rinore fal flavonoidëve të cilat gjenden pikërisht tek agrumet. Maska natyrale me karrotë dhe mjalt. Për këtë recetë, juve do t'ju duhet një karrotë dhe 2 lugë gjelle mjalt. Lajni dhe prejni karrotën. Vendoseni karrotën në një blender dhe kur të jetë gati, shtojeni aty edhe mjaltin dhe më pas e përzini mirë. Vendoseni këtë maskë në fytyrë. Lëreni të qëndrojë për 20 minuta dhe më pas pastrojeni fytyrën tuaj me ujë. Këtë trajtim aplikojeni 2 herë në javë. Ju do të keni një lëkurë më të shëndetshme fal sasisë së lartë të antioksidantëve. Rrudhat tuaja do të reduktohen dhe kështu rezultati do ju befasoj. Ndërkohë, mund të përdorni edhe këtë krem për lëkurën e qafës, i cili përbëhet nga vaj ulliri, vazelinë dhe vitaminë E. Për këtë maskë, juve do t'ju duhet 10 ml vaj ulliri, 3 kapsula të vitaminës E dhe 3 gram vazelinë. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Vendoseni të gjithë përbërësit në një enë dhe përzieni mirë. Nxeheni enën dhe më pas lëreni që të ftohet. Më pas përbërësit vendoseni në një enë tjetër. Aplikojeni kremin në qafë dhe në gjoks para se të shkoni në gjumë në secilën natë. Rezultatet që ju do të shihni. Pas 2 muajsh, qafa dhe gjoksi juaj do të duken më të freskë dhe më rinor dhe lëkura juaj do të jetë më elastike. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji,
E mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.